E tash, ata që ka mbetë brenda, ndoshta... Kush mendon që mundet me fitu këtë vet? Ndoshta... Është Rogerti, Miri, Selina dhe edhe Mateo. Selina po m'pëlqen shumë. Kush mes këtyre katërve, kush e fiton këtë vet? Ose Selina, ose Mateo. Po ma shumë kisha pas qef për Selinën, se shumë pak në Big Brother po fiton gjinja femrore. E dorën zemër shumë kisha pas qef me fitu Selina, se shumë energji e mirë, shumë pozitive, shumë e durushme, edhe ajo kisha pas qef me fitu. E qartë. Unë thash që është pyetja fundit, por realisht kjo është e fundit për Big Brother. A do e provoj, ka njësë paralelisht tash me Big Brother në Shqipëri, është duke mbasur një format tjetër, Ferma VIP, ku deri diku esenca e formatit është e njëjtë, vetëm se ka sfida edhe jeta e fshatit edhe gjanat të tilla. A e kishe pa veten në Ferma VIP? Aty dorën zemër me kënaqësinë më të madhe të mundshme kisha provu një eksperiencë të tillë. Arsyeja pse se unë kafshë du shumë. Prej fëmërisë kafshë i kum dash domethënë gjithmonë shumë, natyrat i kum dash shumë se si fëmijë kum pikturu, meqenëse jam edhe me profesion domethënë grafiste dhe piktore, peizazhet i kum pikturu gjatë gjithë jetës tam. E kështu që është diçka që lidhet edhe me anën shpirtërore tamën. Është kish me shërbisi një frymëzim për ty me... Po, edhe isha plotësuar anën shpirtërore se thash se kafshë me të vërtetë i du shumë. Qoftë maca, qoftë delme, qoftë... Shkurta, po kalojmë pak edhe tek çështje të tjera me atë se çfarë ka ndodhur me juve pas Big Brother. E përmende që famën nuk është se ke dash ta shfrytëzosh për vëmendje të tepruar në intervista ose gjana të tjera, megjithatë sot ka ndihmu kjo më pas që edhe donatorët njohin më shumë edhe të ketë më shumë ndoshta njerëz të cilët juve ju ndihmojnë në kauzën që keni nisë për t'ju dalë në ndihmë njerëzve të cilët janë në nevojë. Qore, unë humanizmin e bëj që 7 vjet. Unë nuk e kom marrë, më thon prapë nuk e kom pe Big Brother, se edhe këtu te ju në televizion të nishi, kum qenë ju një herë për shumë herë që kum folë për humanizëm. Kur kum filluar më mirë me humanizëm, Big Brother as në Kosovë as në Shqipëri s'ka ekzistu. Kështu që nuk më thonë që kum marrë meritat prej Bigut në aspektin humanizëm. Unë kam fjalën që tash si emër edhe je bë më viral, edhe ndoshta njerëz të cilët nuk kanë njoft më herët si rrjedhoj e aty pak ka ndryshim, shumë pak. Unë këtë po pyes, a ka ndryshuar diçka? Aty ka shumë pak ndryshim, se ka dhe persona që nuk më kanë njoft, po momentin që më kanë pa në bek, domethënë më kanë njoft. Po është një numër i vogël i njerëzve që kanë fillu me kontribu, po një prej tyne është Sami Dubai, i cili veç na i ka dhuru herën e kaluar para